BE vendos limit për toksinat pas heqjes nga tregu të qumshtit formul për bebet. Autoriteti i Europian i Sigurisë Ushqimore, EFSA, ka përcaktuar një dozë maksimale të rekomanduar ditore të sigurt për toksinën ceruelit për foshnjat, pas dyshimeve për kontaminim të qumshtit formul për foshnjat që shkaktoi tërheqje nga tregu në më shumë se 60 vende. Cereulida, e prodhuar nga bakteri Bacillus cereus, mund të shkaktojë përzierje të vjella dhe diare, edhe tek foshnjat e vogla mund të çojë në dehidratim. Që nga dhjetori prodhuesit kryesor të qumshtit formul, përfshirë Nestle, Lactalis dhe Danone, kanë kryer tërheqje paraprake të serive të formulës për foshnja në gjithë botën, pasi u zbulua cereulida. Në përgjigje, Komisioni Evropian kërkoi që EFSA-ja të ofrojë këshilla urgjente shkencore dhe të propozojë një prag sigurie në të gjithë BE-n, si një standard harmonizuar për të shkaktuar tërheqje nga tregu. EFSA njoftoi se shkencëtarët e saj kishin vendosur një dozë reflektimi akute për cereulidën tek foshnjat, sasia maksimale që mund të gëlltitet në mënyrë të sigurt në një ditë të vetme në 0,014 mg për kilogram të peshës trupore. Kjo vlen për foshnjat e vogla të cilat EFSA i përcakton si nën 16 javshe. Kjo përputhet me njoftimin e Francës se pragu i sigurisë kombëtare do të ulet nga 0,3 mg për kilogram në 0,14 mg për kilogram. Edhe pse nuk janë konfirmuar raste kontaminimi, hetimet janë duke vazhduar në Francë për vdekjen e 2 foshnjave në janar që kishin konsumuar formulën Guigoz të prodhuar nga Nestle. Qendra e BE-s për parandalimin e kontrollit të sëmundjeve, ECDS, tha gjithashtu se kishte marrë raporte për diare tek fëmijët pas konsumimit të produkteve të tërhequra.